Pak më parë i kolegi imi këtu foli për buxhetin, dhe natyrisht që buxheti është një akt ligjor që miratohet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe zbatimi i tij ka shumë rëndësi. Natyrisht tani jemi në muajin dhjetor kur bëhet efektiv një akt shumë i qartë i shpërblimit të gjithë moshuarve, brenda tyre edhe të gjithë personave me aftësi të kufizuar. Ka filluar që të ndahen 10.000 lekë deri në 15.000 lekë për të moshuar. Dhe natyrisht, për një çift moshuarish, vlera e përfituar shkon nga 10.000 lekë, 20.000 lekë, deri në 30.000 lekë. Dua të sjell në vëmendje faktin që ky është bonusi i dytë për këtë vit, sepse në pranverë gjithashtu u shpërndaj një tjetër bonus, dhe me thënë drejtën, duke mbledhur të dy bonuset, edhe atë të pranverës dhe këtë të dimrit, natyrisht që shkojmë në parametrat e një pensioni plus në arkun e një viti. A mjaftojnë? Jo, nuk mjaftojnë. Pikërisht për këtë arsye nga 1 janari fillon rritja e të ardhurave pensionale për gjithë pjesën e të moshuarve, po edhe ata që janë me aftësi të kufizuar edhe kështu me radhë. Normalisht viti duhet mbyllet ashtu siç është parashikuar në dokumentat zyrtare të qeverisë, duke llogaritur edhe një bonus tjetër në raport me rritjen ekonomike që është planifikuar edhe mund të ekzekutohet gjatë vitit 2026. E dyta gjë që duhet ngresë si shqetësim, ka të bëjë me shëndetësinë dhe me ofrimin e shërbimit shëndetësor. Natyrisht që e drejta për shërbim shëndetësor është një drejtë jetike, është themelore. Këtu ka plot që banojnë në njësinë numër 5 dhe shqetësimi i madh në atë njësi është pikërisht ofrimi i shërbimit shëndetësor. I gjithë shërbimi shëndetësor është kufizuar në një qendër shëndetësore që është në katin e parë të një pallati dhe një njësi me 120.000 banor merr shërbim atje. Nuk ka poliklinik, ka vetëm një qendër shëndetësore dhe disa ambulanca që po prap janë në 2 dhoma deri 3 dhoma e një kuzhinë në katet e para të pallateve. Ajo që ka ndodhur që nga data 28 gusht është që një nga ambulancat që është më e rëndësishme në zonën rreth rrugës Irfan Tomini është mbyllur dhe është vendosur kilometrat të tjera më tutje. Mund të jenë 10.000, 20.000 hapa në ditë që duhet bëjë një moshuar për të aksesuar nga pallati me shigjeta tek shkolla Vasil Shanto këtë shërbim shëndetësor. E ngrita edhe në Komisionin e Ekonomisë gjatë raportimit të Ministrit të Shëndetësisë, do doja që të ishte këtu, sepse sa herë flas këtë problematik gjatë këtyre 3 muajve më thonë po, ke shumë të drejtë, por problemi është që nuk lëviz kush. Ndërkohë që këtyre të moshuarve, 70, 75, 80, 85 vjeç, në gjithë këtë zonë që ka të paktën 20.000 banor, natyrisht ju është mohuar shërbimi shëndetësor për shkak të lëvizjes së kësaj qendre shëndetësore, apo ambulancë që quhet më saktë. Ndërkohë që kemi 2 probleme tjera të mëdha, edhe konsultoria e fëmijëve, po edhe konsultoria e nënave shtatzan janë në katin e parë të një pallati. Njëra në një dhomë, tjetra në një dhomë tjetër. Dhe 120.000 banor përfshirë aty gra dhe veçanërisht nëna të reja duhet marrin shërbim shëndetësor, konsultim për fëmijët e tyre dhe në krahun tjetër për veten e tyre në njërin dhomë që kanë mes një gomisteri dhe vazhdon me dhomën në krahun tjetër. Dhe e fundit gjë që kam, dhe që është shqetësim shumë i madh, bëhet fjalë për Selitën. Janë gati 850 banesa atje që janë pa legalizuar prej 30... Të përfundoj, po. Prej 35 vitesh, madje ka banesa që janë ndërtuar para viteve 90 dhe që ende nuk kanë një certifikat pronësie. Shqetësimi ka qenë i vazhdueshëm, vit për vit, por nuk ka lëvizje as në këtë rast. Në programin e qeverisë është shkruar qartë që ky problem duhet marrë fund brenda vitit 2028, por ajo që më shqetëson mua ka të bëjë me faktin që nuk shikoj asnjë plan konkret, të qartë, efikas, të datuar dhe të kalendarizuar në mënyrë konkrete që të japi zgjidhje problemit certifikimit të pronësisë të këtyre shtëpive, të këtyre banesave mbi unazë madhe në Selit dhe nën unazën e madhe po prapë në Selit. Të doja që këto 3 shqetësime t'i paraqiteshin ministrave respektiv, atyre që janë përgjegjës në Këshillin e Ministrave me qëllim që më në fund të marrin zgjidhje. Faleminderit. Faleminderit.
Fjalën e ka zoti Ivi Kasut, përgatitet zoti Vullnet Sinaj. Të nderuar qytetarë që na ndiqni, të nderuar kolegë. Përpara pak më shumë se një jave, qarku Korç, Devolli dhe Maliqi në veçanti kanë përjetuar ditë të vështira për shkak të rreshjeve të dëndura, ku për fat keq në këtë qark u shënua dhe një viktim, familjes së cilës i shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta. Nga data 19 deri në 23 nëntor, mbi këtë tokë ran gati 400 mm shi, sa gjysma e mesatarës vjetore brenda pak ditësh. Por dhimbja për njerëzit punëtore nikoqirë të këtyre zonave nuk erdhi vetëm nga rreshjet. Pasi nuk është vetëm shiu që përmbyt, por është mungesa e shtetit që mbyt shpresën e njerëzve dhe vret akoma më shumë. Le të marrim Maliqin për shembull. Në Maliq, ku njerëzit jetojnë me djersën e ballit që derdhin në ar, përmbytja nuk është thjesht ujë mbi një copë tokë. Është humbje dhe dëshpërim bashk. Po çfarë ka ndodhur aty që i dha dorë përmbytjes në vend që ta parandalonte atë? 66 rezervuar me diga dhe dampa që janë transferuar me VKM Pushtet Vendor janë lënë pa inspektim, pa mirëmbajtje, pa përgjegjësi. Ura e Maliqit, ku u hodhën 208 milion lek në vitin 2023, për të rinovuar funksionalitetin hidroteknik, nuk i shërbeu banorëve sepse portat nuk funksionuan. Sot, ajo ka vlerë thjesht artistike dhe jo teknike. Hidrovori i Vreshtasit, së bashku me 500 milion lek të përlara nga fondet e emergjencave, dështoi. Argjinaturat u çanë në pikat e dobta, të cilat nuk ishin përforcuar dhe rrjedhimisht u përmbytën prodhimet e bujqësisë, të cilat u shkatruan, veçanërisht kultura e misrit dhe e patates. Ku shkojnë të gjitha këto lek që përmendëm sipër, ndërkohë që nuk shërbejnë as për të parandaluar përmbytjet dhe as për të zbutur dëmet e tyre. Problem tjetër u shkaktua në rrugën rurale Velçan-Mesmal, e cila raportohet zyrtarisht dhe në mënyrë të rreme, që u bllokua nga inertët e shumta të sjellë nga provi i fshatit Velçan, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe. Rruga është dëmtuar nga hapja e digës së jashtëligjshme të veprës së marrjes numër 1, dega Selc e hidrocentraleve Kasollet e Selcës me zhvillues Gjengo Energji SHPK. Ky investim në shkelje të rregullave të projektit, lejes përdorimit, të burimit ujor, projektit zbatimit, pa vlerësim të ndikimit mjedis, pa certifikat përdorimi, me mbrojtje drejt për drejt dhe me patronazhim direkt të pushtetarëve të maxhorancës, endet prej datës 12/2/2020 në dyert e Spakut, Prokurorisë Korçës, Prokurorisë Pogradecit dhe së fundmi Prokurorisë Elbasanit, sepse ky është kalvari i sistemit të ri të drejtësisë që ju keni krijuar, i cili nuk i zgjidh hallet e qytetarëve, përkundrazi i thellon ato. Pra praktikisht rruga Velçan-Mesmal u bllokua nga një digë jashtëligjshme e hidrocentralit Kasollet e Selcës e favorizuar politikisht, banorët mbetën të izoluar pas një kujdes dhe pas një institucion që të evidentojë shkaqet. Këto që përmenda këtu nuk janë thjesht fakte rutinë. Janë historitë e njerëzve që humbën gjithçka, ndërkohë që shteti i tyre heshti. Në gjithë qarkun, Lumejt, Devoll dhe Dunavec nuk janë thelluar. Kanalet kulluese nuk janë pastruar prej shumë kohësh. Emergjencat civile ishin të papërgatitura, pa hartë rreziku dhe pa plan reagimi. Banorët e qarkut Korçës nuk panë shtet, panë vetëm ujë që merrte me vete punën e tyre, shtëpitë e tyre, jetën e tyre. Dhe ndërsa ata kërkonin ndihmë, qeveria fliste për projekte bujqësore që përmbyten nga miqtë e saj. Kjo nuk është thjesht një fatkeqësi natyrore, kjo është krizë e menaxhimit shtetëror. Fondet e emergjencave janë shpenzuar pa efekt, investimet janë kthyer në fasadë dhe për fatkeq banorët mbeten viktima të së njëjtës tragjedi vit pas viti. Qeveria nga njëra anë fton qytetarët të aplikojnë për paketa malore, ndërkohë që miqtë e po asaj qeverie përmbysin pemtoret e financuara nga SBR-ja. Kjo është pa aftësi e kombinuar me klientelizëm dhe për ne është e papranueshme.
Të nderuar kolegë, Shqipëria dhe qarku Korç nuk mund të jetojnë vit pas viti në gjendje emergjence të përhershme. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë marrjen e masave të menjëhershme për mirëmbajtjen e kanaleve dhe të argjinaturave, për inspektimin teknik të digave, të hidrovoreve, të urave. Kërkojmë dhe kemi kërkuar një hartë të rreziku për përmbytjet dhe ndalim të ndërtimeve të paligjshme në shtratin e lumejve. Kemi kërkuar dhe kërkojmë transparencë për investime afatgjata dhe jo të vazhdojmë me fasada dhe me klientelizëm. Gjithashtu, kemi kërkuar një vlerësim të plot të dëmeve dhe jemi ende në kohë që të marrim masat për dëmshpërblimin e plot të krijuar të dëmeve të krijuara nga përmbytjet. Sepse ne mendojmë që përmbytjet janë natyrore, por dëmet janë njerëzore dhe ekonomike. Dhe ky parlament ka në dorë të zgjedhë të mbrojë qytetarët apo të mbrojë klientelin e pushtetit. Sepse banorët e Korçës, veçanërisht ata të përmbyturit, tani nuk kanë nevojë për premtime, po kanë nevojë për një shtet që funksionon, që u gjendet pranë dhe që i dëmshpërblen. Faleminderit.